Lavdi. Mirë se erdhët në tubimin promovues të listës PVD UDSH Shahid Kamberi Rinia 2020. Rinia është pjesë e organizimit të veçantë që përfaqëson shtresën rinore në kuadër të programit zgjedhor e që në vete ndërthen njerëzit të rinj entuziast që promovojnë ide progresive. Rinia është e atë të ndërmarrë përgjegjësinë që i takon dhe vendos për të gjitha çështjet që i takojnë asaj. Në të gjitha nivelet, aftësitë që i posedon rinia duhet të mundësohet një formë të vërtetë të shprehjes të aktivitetet të cilat po ndërmarrin në këtë rol vendimtar. Rinia synon për mirësimin e gjendjes së përgjithshme të të rinjve, si dhe për mbushjen e kanalizimit dhe artikulimit e nevojave dhe interesave të tyre. Përcaktimi strategjik në veçanti që paraqet njohjen e rolit të të rinjve në procesin e orientuar ka zhvillimi i gjithëmbashëm si forcë politike lëvizëse dhe promotor
duke synuar kështu para së gjitha shkrimin e një hapësire më të madhe të ndikimit të të rinjeve në përparimin e këtyre proceseve. Para jush po prezantoj me emër kandidatët tona nga rinia për shqiptar në kuvendin komunal. Almedina Aliu, ekonomiste. Arton Saliu, jurist. Agron Aslani, profesor. Kasri Feyzullah, magjistër i farmacisë. Driton Fazliu, jurist. Driton Recep, master i shkencave juridike. Egzon Lakna, shoqëri civile. Ermal Recepi, jurist. Enver Ramadani, profesor. Feride Saliu Shemsedini, magjiste mësimit klasor. Lemane Mustafa, juriste. Lulzim Rashidi, profesor universitetit. Merita Beshiri, studente. Milita Jeti, psikologe. Rahmi Mustafa, sociolog. Nihat Zereni, historian. Shermine Beyluli, ekonomiste. Zimer Limani, profesor. Zelal Rashidi, mjek veterinar. Ju falemnderit, tashmë kemi knatësinë të dëgjojmë disa nga fjalimet në turbimin më të madh të rinisë në Bujanoz, për të prezantuar projektin Rinia 2020 në kuadër të programit zgjedhor 2016-2020, ftoj të merr fjalën Rahmi Salimi. Të nderuar të pranishëm, unë do të mundohem shkurtimisht para juve të prezentoj projektin parazgjedhor të Aleancës PVD-UDSH dedikuar rinisë së komunës së Bujanovcit. Programi jonë parazgjedhor për rini, si tërësi në vete, parasheh pjesëmarrjen e plotë të brezit të ri në procesin politik, proceset e marrjes së vendimeve, si dhe përfshirjen e tyre në jetën politike, publike dhe shoqërore. Mobilizimin e të gjitha kapaciteteve rinore për bashkëpunim dhe bashkëveprim. Fuqen në veprim të potencialeve krijuese, të iniciativave dhe të inovacioneve të rinjeve. Përfaqësimin adekuat të rinjeve në institucione shoqërore, politike dhe publike. Ajo që është me rëndësi të veçantë, Aleanca PVD-UDSH do të bëjë të pamundur në mënyrë që të krijojë klimën politike në të cilën rinia do të jetë në çdo parti politike nesër. Me projektin Rinia 2020, parashihet të themelohet departamenti për të rinj, të ndërtohet qendra multifunksionale dhe të funksionalizohet funksionimi i zyrës për të rinj. Departamenti për të rinj vetë do të përfshijë në mes tjetër edhe sferën e arsimit, ku do të mirët në organizimin e aktiviteteve jashtëshkollore dhe kaluese. Do të vazhdojë në mbështetjen ndaj sportit dhe do të mundohet të sigurojë hapësira sportive për çdo fshat ku është e mundur. Me funksionalizimin e zyrës për të rinj, do të mundsojmë angazhimin e saj
që të përpunoj kahje programore për hapjen dhe përkahjen e rinisë. Zira për të rinj nuk do të luaj vetëm rolin e partnerit të përkohshëm, i cili do të merret në organizimin e aktiviteteve afërshkurtra dhe do të shërbejë vetëm një pjesë të rinisë, por ajo do të shndërrohet në një institucion të patejkalueshëm në krijimin e politikave rinore dhe atë obligim do ta marrë qeverisja e ardhshme 2016-2020. Me plotësimin e këtyre parakushteve të cilat përmendëm dhe me agjendën zhvillimore të rinisë në përgjithësi, puna për rinin do të jetë pjesë e qeverisjes së ardhshme. Puna do të jetë epiqendra e politikave rinore. Papunësinë do të trajtojmë jo vetëm si problem teknik apo ekonomik, por mbi të gjitha si një problem të madh moral dhe njerëzor. Është koha që me 24 prill, duke lehtësuar numrin 4 për zgjedhjet lokale dhe numrin 18 për zgjedhjet parlamentare, ta vërdosim fitoren tonë të përbashkët, fitore kjo e cila do të vjetë me rini për shqiptarët. Faleminderit. Faleminderit Rahim Saliu, njoftinë e re me shumë energji për ndryshimin që është bashkuar listës së kandidatëve për këshilltar në kuvendin komunal, ftoi të merr fjalën Almedina Aliu. Të nderuar rinj, të nderuar miq, liria, barazia, drejtësia janë brenga që formsoi vizionin tonë, jo vetëm si imperativin e një kohe të re. Por të ndjesh përgjegjësinë për këtë gjendje, gjithsesi krizën e vlerave shoqërore që duhet mbyllur me dëmos, do të thotë të gjesh veten në zemrën tënde kur, për të mbërritur në majet e një mali me vështirësi, sheh vetëm malet të tjerë. Një rinj të aftë që të bëhet udhëruesi moral dhe politik, për ta zhvilluar vendin në përshtatje me ambicje legjitime të shqiptarëve, për t'i dhënë asaj shtysën e madhe që i duhet në ndryshimin e kësaj keq qeverisje, të promovon nevojën e patjetërsueshme të nxjisë qytetarinë aktive dhe pasuroj përmbajtjen qytetare të bashkëdesës, të vendos zgjedh qeverisë ndryshe me një kulturë të përgjegjësisë e të veprimit, me kulturën e rezultatit e të detyrimit qytetar për të vepruar në funksion të interesave të të rinjve dhe të shqiptarëve. Rinia duhet të mëshirojë dhe nxjisë kudo e sistematikisht shpirtin krijues, progresist, emancipues, si përmarrës modernizues. Faleminderit Almedina. Shefi opozitës së bashkuar në kuvendin komunal, shembulli që në përpjekjen e guximit, rinia mund në politikë, ai që i priu rinisë në politikë, para ju shtoi Ragbi Mustafa. Të nderuar zonjë dhe zotëri, më lejoni që fillimisht të përshëndes gjithëve me prezencën tuaj që po vullosni fitoren më të madhe që ka përjetuar shqiptarët gjatë këtyre viteve. Për 4 vite në pushtet, as edhe një vendim i mundshëm nuk e ka pruar kjo qeverisje për ta ndihmuar rinin. Ajo që është trashëguar si zire për të ri, ajo është degraduar maksimalisht, duke u bërë vetëm një qendër e një bankie të vetme, e cila në mënyrë sistematike e kërkoi të vjetë në ajo tyre. Qëllimi i një projekti që ne quajmë Rinia 2020 është strategjia mbi të cilën do të vendosen konturat e fundit nga do të jetë rinia shqiptare në komunën e Bjanosit. Dhe kjo
Dhe kjo që po merë mbështetjen programin zhvillimor 2016-2020 është mbështetje e fuqishme fshat për fshat, sillen në qytet, në çdo iri, në çdo kafiteri që po e mbështet BDUDSH Shajb Kamberin për një fitore e cila do t'i kontribuojë zhvillimit tonë të gjithëbashëm. Por fundimisht, ne po vendosim vijat mbi të cilat do të ecë shqiptarët në të ardhmen. Dhe kjo është vija mbi bashkimin e gjithë shqiptarëve në komunën e Bjanosit. Edhe një apel i fundit që do ta kisha është ky. Me 24 prill të votojmë numrin 4 zgjedhjet lokale dhe të votojmë numrin 18 në zgjedhjet parlamentare. Dhe mund të them urime fitore gjithëve. Në këto zgjedhje përveç që është lidh një aleancë e fuqishme me të rinjët, është lidh edhe një aleancë mes Partisë për Veprim Demokratik dhe Unionit Demokratik Shqiptar. Një partneritet i natyrshëm nga një opozitë e bashkuar për të bashkuar shqiptarët, ftoj para jush që të merr fjalën kryetari i UDSH-s Adem Hasani. Nderori Hasani, nderori Kamberi, me përgjithësinë më të madhe ju përshëndes ju rini e Partisë për Veprim Demokratik dhe Unionit Demokratik Shqiptar. Njëherë, në këto troje, në gjirin e këtij popullit ka jetuar një shkrimtar i cili i ka skalitur divardje që janë përdorur gjatë historisë. Ai shkrimtar ishte Migeli dhe për ju rini i ka skalitur kështu thotë: rini, thuja këngës më të bukur që di. Jemi bashkuar PVD dhe UDSH dhe kemi aleancë me botën femnore, kemi aleancë me popullin. Kemi nisur një mision, populli kërkon shpëtim, prandaj ju duhet të na bashkoheni që me këngën e juaj do të jehoni me 24 prill dhe do të thoni këtij pushteti i cili paraqet rrezik permanent për këtë popullar, për zhbërjen dhe boshatisjen e këtyre trojave. Prandaj nëse ju i bashkoni energjitë tuaja janë energji atomike. Tu jeni garanca fitores, ndërkaq njerëzit që do të zgjedhni ju do të jenë garanca e udhëheqjes së mirë. Ata do të jenë në shërbimin tuaj së bashku me ju. Përpos për zgjedhje lokale, kemi marrë vendim që të marrin pjesë edhe në zgjedhjet për parlament republikan. Rinia kur nuk ja ka kthy shpindën përfaqësuesve tanë, ata të cilët do të na përfaqësojnë në instancat më të larta shtetërore. Po kur nuk ja ka kthyer shpindën as veriut, çdo herë gjoksi ja ka treguar. Prandaj kërkoj nga ju fuqishëm që t'ja tregoni gjoksin edhe me 24 prill ta mbështesni Fatmir Hasani se kemi meriton. Atje do t'i prezantojmë gjëra të tjera. Ju falenderoj zotri Hasani. Përveç zgjedhjeve lokale me 24 prill janë edhe zgjedhjet parlamentare. Përfaqësimi i shqiptarëve në Parlamentin Republikan është më së nevojshëm, sepse përmes tij do të dëgjohet zëri jo vetëm i Bujanocit, por edhe i Luginës së Preshevës. Andaj, ai që në fillimin e vitit 2003 identifikoi nevojën e kyçjes së të rinjve në politikë, ai që i hapi dyert për të rinin dhe u dha mundësinë për pjesën e proceseve politike, mbi nevojën humanitare e politike. Para ju ftoj kandidatin dhe deputeti i arshëm Fatmir Hasani.
nderuara rini, të nderuar përfaqësues më të denj, të nderuar përfaqësues dhe promotor të shoqërisë tonë dhe të shqiptarëve të komunës së Bujanovcit. Vetë fakti dhe strategjia që e kemi bërë para disa mujve në lidhje me këtë aliancë, në lidhje me këtë koalicion parazgjedhor, është një dëshmi shumë e fortë se PVD-UDSH është një kombinim i cili do të na sjellë fitore edhe për rinin, fitore e cila do të na çojë përpara, sepse nuk dojmë më me ne të balkën që ka kriju kjo qeveri. Vetë prezenca juaj këtu është fitore, vetë vullneti juaj i madh është fitore, vetë fytyrat e ndryshme të juaja janë fitore. Prandaj, këtë proces nuk mund të ndalë askush. Jemi nisë për të çuar përpara popullatën tonë shqiptare, e cila meriton një menaxhim shumë të mirë. E meriton që të kemi rezultate, e jo të shtihemi mes veti me ndërskanca edhe me inate. Ky koalicion ka punuar shumë seriozisht në një projekt i cili është mjaft ambicios, një projekt që pjesën më të madhe ja ka parapa rinis, një projekt që do të krijoj bazamentin e zhvillimit ekonomik, do të vënë bazat e zhvillimit ekonomik, do të vënë bazat e përparimit të kësaj popullate. Ati kemi parapar shumë punë, ati do të shihni vetë se edhe ju do të jeni pjesëmarrës aktiv të gjitha projekteve të cilat janë në mega projektin e një mandati 4 vjeçar. Me përvojën tonë, ne do të ecim përpara duke kombinuar energjinë e juaj me përvojën tonë dhe parazit dalin rezultatet e tona shumë të mira që do të na çojnë përpara dhe nuk do të lejojmë që kjo rinia jona shkojnë perëndim. Nuk do të lejojmë që rinia jonë të mos jetë e buzëqeshur. Kjo punë e jona që është përgatit për këtë zgjedhje do të jetë shumë e pritshme për juve. Prandaj me 24 prill të gjitha votojmë numrin 4 dhe numrin 18 të zgjedhjeve parlamentare. Që ta kemi një hall të krijuar e cila për neve është armëria. Ju falenderoj. Lideri që për herë të parë i dha institucione rinis si pjesë e vendmarrjes në komunën e Bujanovcit. Ai i cili jo vetëm që mundsoi hapjen e zyrës për të rinj, por edhe frymëzoi që rinia të merr përgjegjësinë e vet. Ai që me brezin e ri i sheh si potencial për zhvillimin, si vlerë kreative, si impuls i ideve. Ai i cili po mbështet në vazhdimsi rinin për përparimin e avancimit, për të realizuar programin e zhvillimit e më rëndësishme, për të realizuar rinin 2020 e që të hap horizontet e reja drejt një komune me perspektiv e me vizion. Ai i cili për te çfarë do politike ka vendosur shqiptarët, ka vendosur rinin e komunës së Bujanovcit. Para jush, barcin e listës
nderuara vini, mirë se keni ardhur në këtë eveniment, të cilin në kuadër të fushatës tonë zgjedhore e kemi parapasi më të rëndësishme. Të unis prej një thënie popullore, e cila thotë, flokëve të thënjura me respekt për kultur, por rinis gjithsesi bashkëngjitur ju, Partia për Veprim Demokratik që në vitin 2013 ka nisë një projekt serios të kyçjes së ndërimit politik me emërtimin Rinia Vendos. Vetë fakti me të cilin në prezentim fillestare patë se në kuadër të listës e 41 kandidatëve sa ka koalicioni apo alianca të kështë kujtu më mirë mes Partisë për Veprim Demokratik dhe Unionit Demokratik Shqiptar për një listë më serioze deri më tani që ekziston në komunën e Bujanovcit, ka 18 të ri, flet shumë qartë se cili është misioni jonë. Se misioni jonë është të krijojmë gjenerata të reja, të cilat do të jenë të përgjegjshme dhe do të marrin përgjegjësinë për zhvillimin e politikës në komunën e Bujanovcit, për të krijuar një vazhdimsi për ruajtjen, kultivimin dhe avancimin e të drejtave të shqiptarëve. Prandaj me të drejtë nesër do të themi, mos pyetni çka ka bërë pushteti për ju, çka ka bërë PD-ja për ju, çka ka bërë UDSH-ja për ju. Por jeni pjesë, do të bëheni pjesë e bashkëqeverisjes dhe do të themi se çka kam bërë unë për bashkëqeverisjen, çka kam bërë unë për Bujanovcin, ne sot duhet jemi Buenos Aires. Ne sot duhet jemi shqiptar, që me 24 prill të votojmë në 4, që shqiptarëve në Bujanovc t'i kthejmë dinjitetin, që të realizojmë projekte të cilat u lexuan nga kolegu juaj, Rahim Saliu, pjesë e programit të qeverisës BVD-UDSH në mandatin 2016-2020. Mirë, po do të veç përpara, po 400 as 18 që s'po du me shkeli. Ne do të me rëthua, të me shkeli. Jemi në një tubim në të cilin kemi në shtatëthemi elitën e ardhshme të kësaj komune. Elitën dhe prandaj duhet jemi të kujdesshëm edhe për atë që flasim. Nuk jenë si tubimet e zakonshme. Duhet të kemi qartë se kemi njerëz të cilët kanë diploma fakulteti, njerëz që janë student dhe që thellësisht studiojnë gjitha disiplinat shkencore. Demokracia, e dini ju, është mënyrë e qeverisjes përmes përfaqësuesve të vet. Me 24 prill, bashkërisht duhet të zgjedhin përfaqësuesit tanë që do të qeverisin në komunën e Bujanovcit në mënyrën më të mirë të mundshme, në stilin që i përkujtojnë juristat, në stilin e maksimës më të njohur të drejtës romake apo të drejtësisë romake, me jetu me nder, mos me bë keq askujt dhe me marrë vetëm atë që të takon. Jemi plotësisht të vetëdijshëm se qeveritarët tanë, ata që po na qeverisin, jo që nuk kanë bërë keq, por kanë përjashtuar shqiptarët punë. Nuk jam i sigurt se kanë marrë vetëm atë që i kanë takuar. Do të vërtetoj koha vetë. Prandaj, një model nga cili duhet të mësojmë është pikërisht ky model, se çka nuk duhet të bëjmë në të ardhmen. Ky model i qeverisjes është pikërisht modeli nga të cilin ne duhet të mësojmë se çka nuk duhet të bëjmë në të ardhmen. Ne duhet të fokusohemi në krijimin e vendeve të reja të punës. Ne duhet të fokusohemi në realizimin e projekteve që ngjallin shpresë. Ne duhet të fokusohemi në ruajtjen e përthamës tonë kombëtare, të ruajt rinin tonë, të ruajt popullatën tonë këtu. Përndryshe, në këtë formë, çfarë po qeverisit Bujanovc,
të dhënë qindra mijëra euro në projekte që si hinë punës ujë, ne nuk mund të jemi të sigur se me 2020 Buenosin do të kemi me shumicë shqiptare. Jemi të rrezikuar si asnjëherë më parë. Mjerisht shqiptarët funksionojnë sipas një parimi, kur jenë zonë bashkohen më mirë, pak si t'lirohen ata përqarë. Nuk ka ndodhur deri më tani në historinë e komunës Buenosit që në kuventin komunal të kenë të jenë 30 këshilltarë shqiptarë nga 41 sarikatë. Por s'ka ndodhur asnjëherë më parë që me një forcë të tillë politike shqiptarët të jenë më të pafavorizuar se kur më parë. Të jesh pjesë e qeverisjes, të jesh partës e qeverisjes dhe të varesh plotësisht nga ai që është inferior ndaj teje, do të thotë të bëhesh inferior ndaj inferiorit. Kjo duhet të ndërpritet. Zgjedhjet e 24 prillit e japin një mundësi. Zgjedhjet e 24 prillit japin një mundësi që jo vetëm të ndryshojmë, të ndrojmë qeverisjen e keqe, një keq menaxhim, por këto e japin mundësi që të ndërtojmë një sistem të qeverisjes dhe të ndryshojmë një filozofi politike e cila po mbretëron këtu. Ajo që të them se nuk na duhet të angazhohemi me marrë pushtetin, se pushteti në vetë nuk kupton vetëm privilegje, por të angazhohemi të marrim përgjegjësitë e qeverisjes apo bashkëqeverisjes me udhëshëm në mënyrë që të marrim përgjegjësitë për atë që premtojmë sot, për atë që kemi premtuar në këto ditë e kaluara dhe ato që do të premtojmë në ditët e vazhdimit të vitit. Nuk jemi nga ata që premtojnë timi vende pune, sepse thash jemi në një nivel intelektual këtu. Dhe çdo intelektual, pak nëse e njeh situatën në këtë komunë, pak nëse e njeh situatën në Lugin Preshevës, pak nëse e njeh situatën në nivel të shtetit, e ka të qartë se sot në këtë shtet timi vende pune për një herë nuk mund t'i premtojë as kryetari i shtetit. Por ne mund të premtojmë se çdo dinar i buxhetit të komunës së Buenosit do të shkojë në interes të qytetarëve dhe vetëm në interes të qytetarëve. Sepse nuk besoj që asnjë shqiptar, pavarësisht se cilës parti ka dhënë vot dikujt me përjashtu shqiptar nga puna. Nuk besoj se asnjë shqiptar ka dhënë votën e vet me përçarë shqiptar. Dhe nuk besoj se asnjë shqiptar i cili e ka dhënë votën si pavarësisht cilës do parti se e ka dhënë votën me kriju një qeverisje inferiore ndaj partnerëve të koalicionit. Ne kemi obligim, sepse kërkojmë votën e shqiptarëve dhe kemi obligim që të punojmë për shqiptarët. Projekti jonë zgjedhor po has në përkrahje, në përgjithësi dhe pa shmangë me 24 prill do të rezultojë me një fitore pindse. Një fitore pindse e cila do të hapë horizonte të reja për komunë dhe e cila për ne që kemi marrë përgjithësi do të thotë nisja e sfidave të reja. Personalisht nuk jam në të mendu për 24. Unë jam të mendu për 25 dhe për 26. Ki vroni përgjithshëm që mbretëron në kuadër të kësaj aleance më të shumë. Nuk duhet dalur me 24 të në kurse si. Ki vroni duhet vazhduar. Ki entuziazm duhet vazhduar për të quar për para gjithë këto projekte që ka. Nëse dojmë të jemi faktor këtë komunë, nëse dojmë të jemi këtu të lumtur, ne duhet të japim maksimumin nga qenjë. Maksimumin në mënyrën më të sinqertë. Gjithmonë të i pas parasysh ato tre parime që i përmendëm. Mos po keq askuj, me marrë veç atë që takon. Dhe atë tjetër e treta imponohet me të mendere. Prandaj ju ftoj edhe një herë personalisht që në muajin e 4, datën 24, ta rretonin një 4.
Nuk është 4 që numëri rastishëm, e dini në shtetëndërtimin islam, 4 janë halifet e drejta. Gjithë tjerë numërojnë sundimtarë. Ne nuk dojmë bëjmë sundimtarë. Ne dëshirojmë që jemi bashkëqeverisës me gjithë shqiptarët, prandaj numri 4 është zgjidhja dhe fat tjetër dhe pashmangshëm numri 18 që kemi më të fuqishëm.